fund, para se të liroj. Sa i përket çështjes, po flas për lidhjen demokratike të Kosovës dhe sigurisht zhvillimet e fundit që pati atje. Si e sheti organizimin brenda partijak? Unë zakonisht jam kritik i asaj që nëse ke hup disa zgjedhje të shërru për të mirën e atij subjekti. Nëse ke çmon atë subjekt edhe i çmon votues e to, i ke hup 2 par zgjedhje, 3 par zgjedhje të shërru. Lumiri mund me qenë një ekonomist i mirë, një djalë i mirë, një profesor i mirë. I ka hup 3 par zgjedhje, ka hup zgjedhjet lokale, ka hup 2 zgjedhjet nacionale. Nuk e di cili është motivi ende me mojt do shtrëngu. Po ky ndoshta është i fundit që ka faje kur ato që e mbështesin që ty do shmenej si kryetari i mirë, këta janë ka dëmtojnë procesin zgjedhor. Jo ato që thonë ne i ke hup zgjedhjet, unë e kom lavdu Memli Krasniqin për në momenti që e hupi një komunë 2, pas zgjedhje edhe nuk dol partia parë në zgjedhjet nacionale, zgjedhjet e 2025-s në shkurt që mbajtën, edhe ato dorëheqje borënisht edhe e lëshoi rrugën për dikant tjetër. Pa u diskutu kjo temë edhe pa u bërë shumë politike madhe. Domthonë, mbledhjen e parë kryesisë dha dorëheqje borënisht edhe sheli rrugë kushdo që mendon që mund me çu subjektin politik të para ose me pas rezultat pozitiv. Unë nuk e di këtë maskarat që bën mbrana LDK-s i kanë lodhur edhe votues. Këto nuk janë të